Unë shgjodha të filloj të besoj në Jezus. Kështu dëgjojmë shpesh. Por, a mund të fillojmë vetë të besojmë në Perëndinë? Bibla thot, askush nuk mund të thotë, Jezus është Zot përveç se nëpërmjet frymës së shenjtë. Në shpjegimin e artikullit të 3 të Kredos, Martin Luteri e përmbledh në këtë mënyrë. Unë besoj se nuk mundem me anë të arsyes ose fuqisë time të besoj te Jezu Krishti, Zoti im, ose të vi tek ai. Por është fryma e shenjtë që më ka thirrur nëpërmjet Ungjillit. Fryma e shenjtë nuk ka të bëjë me një ndjenje apo përvojë, por me mënyrën se si Perëndia përmes mjeteve të jashtme na drejton te Krishti dhe na jep veprën e tij. Fryma e shenjtë vepron përmes fjalës. Kur predikohet Ungjilli, kur lexohet shkrimi, atëherë fryma thërret, ndriçon dhe i tërheq njerëzit te Krishti. Besimi nuk krijohet brenda nesh nga vetvetja. Ai jepet përmes fjalës së Perëndisë. Prandaj, fjala nuk është vetëm informacion. Ajo është mjeti i Perëndisë për shpëtim. Dhe në videon tjetër, do të shohim se si fryma vazhdon veprën e tij në kish. Shihemi.